Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës. Kërkoj ndjesë që nuk kam arritur të lexoj, kam patur një rast në familje dhe prandaj nuk kam arritur as t'i ofrohem letrave. Të dashur peshqi, është një rrëfim i rrallë. Kjo është një fazë ku gjithçka që ke dashur, lidhje, përmbushje, gëzim dhe sukses është afër. Por kërkon që ti të udhëheqësh, jo vetëm të ndjesh. Kjo është një shtrirje ku ndjeshmëria e peshqive takon pjekurinë, vendosmërinë dhe gëzimin e shpërblyer. Më në fund, të dashur, fillojmë me 9 të kupës. Kjo është një nga letrat më të mira që mund të dalin. Kënaqësi e thellë emocionale, dëshira që përmbushen, lumturi që ndjehet në zemër dhe trup, por vetëm nëse lejon veten ta pranosh. Dhe nuk e saboton duke menduar se nuk e meriton, të dashur peshqi. Këshilla e kësaj letre thotë që është koha për të marrë, jo për të dyshuar. Mos u fsheh pas përullësisë, lejo veten të ndjesh plotësinë. 3 të kupës, gëzim, lidhje, mbështetje, festa e shpirtit, ta them kështu. Kjo letër flet për komunitet, miqësi të sinqertë dhe ndarje emocionesh që ushqejnë. Këshilla e letrës është afrohu me ata që të gëzojnë, ndaje veten me të tjerët. Tani nuk është koha për vetmi, por për bashkim dhe ngrohtësi. Mbreti i shpatës, të dashur, që tregon për sinqeritet, qartësi. Ky është simboli i mendjes së thjellët, autoritetit të mbrëmshëm dhe të vërtetës, së padiskutueshme, të dashur peshqi. Peshqit janë të ndjeshëm, por kjo letër të fton të thuash mendimin tënd me vendosmëri dhe të udhëheqësh me mençuri. Këshilla e letrës thot: mos i lër emocionet të udhëheqin në dëm të së vërtetës tënde. Tani është koha të marrësh kontrollin dhe të flasësh qartë për nevojat e tua. Dhe në fund është perëndori. Kjo letër është një letër, një konfirmimi e gjithë kjo lumturi, dashuri, përmbushje që po të afrohet, ka nevojë për struktura, për t'u bërë e qëndrueshme. Kërkon që ti të veprosh si udhëheqës në jetën tënde, jo si ëndërrimtar. Pra, këshilla e kësaj letre thot: ti ke ndjeshmërinë që të çon drejt mrekullive. Tani duhet të mbështetesh me vendime të forta dhe të qarta, të dashur peshqi. Pra, je shumë pranë përmbushjes emocionale që ke pritur, të dashur peshqi. Shijo, ndaj dhe festo. Është koha për gëzim të ndarë, jo për izolim. I qartë dhe i fortë në mendim. Ndjeshmëria jote ka nevojë për kufi të shëndetshëm. Vepro si ndërtues i jetës që dëshiron, sepse tani ke gjithçka që duhet për ta bërë realitet. Ti nuk je këtu vetëm për të ndëruar, je këtu për ta jetuar ëndrrën, dhe ajo ka nisur të marrë formë. Udhëhiqe me butësi, por me vendosmëri. Të dashur peshqi, shfrytëzoje këtë energji kaq të bukur që është duke ardhur.